Çka është tatimi? Për shekuj me radhë, mbretërit dhe qeverit kanë përdorur tatimet për të mbledhur para. Këto para u duhen për të kujdesur për ne, për të na mbajtur të sigurt dhe për të ndërtuar shkolla e rrugë. Por jo gjithmonë tatimet kanë qenë të zakonshme. Në të kaluarën, në disa vende ka pasur tatime të çuditshme. Fatmirësisht, sot në Kosovë kemi ligje tatimore që tatimojnë bizneset sipas të ardhurave të tyre. Kur blen një çokoladë, lodër apo libër, një pjesë e çmimit që paguan është tatimi. Ky quhet TVSH, tatimi mbi vlerën e shtuar. Njerëzit që punojnë ju japin një pjesë të parave që fitojnë si tatim për qeverinë. Bizneset paguajnë tatime nga fitimet e tyre për të ndihmuar vendin të funksionojë më mirë. Tatimet janë të rëndësishme, sepse pa to nuk do të kishim shkolla për të mësuar, spitale për të kuruar dhe rrugë për të udhëtuar. Kështu që, herën tjetër kur të blesh diçka, mbaj mend. Ti ndihmon që Kosova të bëhet një vend më i mirë për të gjithë ne, duke marrë gjithmonë kuponin fiskal.